Tash po sa dola nga një asi shqitore gjithçka nga €1 dhe mboni përshtypje shumë se një fëmijë qante se prindi vetë s'kishte mundësi me ja ble një lodë €1. U ofrova me ja ble unë sepse më dhimt dhe ky prindi më tha ja tha s'ka nevojë, faleminderit, tha se ti si e tha me Albin Kurtin. Para mendoni do të thotë çfarë absurdi ka kriju Albin Kurti këtë shoqëni. Ti s'je me Albin Kurtin. Pra, Albin Kurti e rrit vajzën e vet dhe gruan e vet norvegjeze atje me standarde nordike në Norvegji, ndërsa ky këtu në gjithçka €1 nuk ka €1 mja ble fëmijës vet dhe pastaj thot se ti nuk je me Albin Kurti. Pra, gjithë na tjerë që jetojmë këtu realitetin kosovar, jemi tradhtar. Dhe kështu si Albini është shumë lehtë me u duk patriot. Kur këtë patriotizmin e ushtron në distancë, ndërsa jeta e fëmijëve të tij zhvillohet larg stresit, larg pasigurisë, larg barrës sociale, që e mbon qytetari i zakonshëm i Kosovës që blen në gjithçka nga €1. Në shkenca politike, kjo quhet paradoksi i legitimitetit moral, pra një hendek i thellë midis retorikës simbolike të Albinit dhe praktikës konkrete të përditshmërisë. Si mund të kërkoj pra Albin Kurti autenticitet, besim dhe autoritet moral nëse mënyra e të jetorit, të gruas së tij dhe të fëmijës së tij nuk e prek asnjë segment të përvojës së qytetarit të Kosovës. As kanalizimin në shkolla, as shërbimin e dobët shëndetësor, as standardin e ulët jetësor. Të merra, vazhdoni me gjithçka nga €1 përderisa familja e tij atje me standarde nordike.